Kjo është Bërë, ajo kujtohet ja si duket aktoria në ditët e sotme. Zeynep Demir Mercioglu quhet aktoria e cila ka luajtur rolin e Barbardhës në filmin me të njëjtin titull në vitin e largët 1970 dhe Hirushen një vit më vonë. Filmi që i mblodhi të gjithë pas ekranit, Fëmijë të rritur ka mbetur një prej sukseseve të pazëvendësueshme të kinemas turke që për vite me radhë ka spikatur me personazhe që u rezistojnë të gjitha kohrave. Por ku është sot Barbardha e famshme? Zeynep e lindur në 12 shtator 1954 në Stamboll. Ishte vetëm 1 vjeç kur doli për herë të parë në ekran, një fëmijë mjaft tërheqës për sytë e publikut. Filmi i saj i parë, Papatja, e vendosi aktoren si një aktore filmi për fëmijë mrekullueshme. Më vonë spikati edhe në rolet e tjera në filmat Duvakli, Gol dhe Firtina. Në vitin 1960 ajo luajti në filmin Ajse Çik. Personazhi i Ajse Çikut e ëmbël vajzë naive u bë shumë e famshme në këtë rol. Më vonë ajo mori pjesë edhe në filma kur ishte e rritur derisa luajti 2 rolet që njihen edhe nga publiku shqiptar, Barbardha dhe 7 xhuxhët dhe Hirushja. Ishte vetëm 20 vjeç kur Zeynep u tërhoq nga aktrimi dhe hyri në një fushë tjetër në biznes. Sot në moshën 69 vjeç, vijon të jetë një zonjë e pamshme dhe tepër e suksesshme në biznes. Ka 2 vajza dhe është grua e vet.